Janë numëruar më shumë se gjysma e votave me postë për zgjedhjet lokale të 12 dhjetorit, ka njoftuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Numërimi i votave nga diaspora deri në orën 17:45 të së dielës ka përmbysur rezultatin në komunën e Mamushës. Sipas rezultateve preliminare të shpallura para një jave, fitues pa balotazh ishte shpallur kandidati Abdulhadi Krasniq. Por pas përfshirjes së votave me postë, komuna tashmë shkon në balotazh mes Krasniqit dhe Fikret Morinës. Por kanë mbetur për të numëruar edhe votat me kusht dhe ato të personave me aftësi të kufizuara. Deri të dielën në orën 16 janë numëruar 80 kuti në të cilat janë të vendosura pakot me flet votime të supozuara nga zgjedhjet për kryetar të komunave dhe 67 kuti të tjera nga zgjedhjet për kuvende komunale. Numri i përgjithshëm i flet votimeve që janë numëruar deri më tani është mbi 50% e tyre. Votat me postë përpaksa nuk e përmbysën rezultatin edhe në Rahovec. Gara për të futur në balotazh me Ismail Atifin mbetet e ngushtë mes kandidatit të LVV-s Ali Dula dhe atij të LDK-s Burim Krasniqi. Në rezultatet preliminare, Krasniqi kishte 134 vota më pak se Dula, por pas numërimit të votave nga diaspora, diferenca është ngushtuar në vetëm 75 vota. Edhe këtu votat me kusht dhe ato të personave me aftësi të kufizuara mund ta përmbysin rezultatin. Aktivitetet në qendrat komunale të numërimit përfunduan të shtunën. Komunat e fundit që përmbyllën procesin ishin Prishtina, Prizreni e Malisheva. Tash procesi po zhvillohet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Pas përfundimit të numërimit të votave me postë, do të fillojë procesi për ato me kusht dhe ato të personave me aftësi të kufizuara.